Gjesi. Më thoni zonjë. Ju uroj për emisionin në birë. Faleminderit. Juve tema është për këto partitë të vogla. Po. Po partitë të vogla, dash shej, dash mishej, dash agroni, nuk ishim që të hapshin parti këto. Të rishin ati ku ishin. Por këto janë me pataritët e Edi Ramës. Turp. Nuk e di. Qatë premtimin dha Edi Rama dhe qatë premtimin mbajti. E shkatroj Shqipërinë, e shkatroj rinin, i boni me fol njerëzit me vete, i dërgoj rinin, i largoj nga shtëpia, i la pleqët vetëm në për shtëpia. Populli t'i gishin kokës, për qatë premtimesh dha dhe mbajti, të marri premtimet e profesor doktor Sali Berishës, që futi Shqipërinë në NATO, liberalizoi vizat, hapi vende pune, rregulloi ura dhe rrugë, i bëri popull me apartamente, ja shiti me një muj pension. Një muj pension kena marrë apartamentet neve. Keni besim ke doktor Sali Berisha. A i me mbërtën në fillim ndërtoj kioska që do të rinte të rrite ekonominë e popullit dhe arriti qëllimin. Kurse me këtë qeveri, varfëria ka arritën kulm. E shikon njerëzit në përkazane. Apo duke i largu nga shtëpiat. Apo bonat që nuk e paguan. Në Ministria Jashtme, në Britë Ministrisë Jashtme, apartamenti numër 5, ka prishëm vetëm një shkallë. Një shkallë. Që ishin pronar dy objektet që e kam blerë inventarin e imet me banake, me vitrina, me gjitha, blenë edhe godinën, blenë edhe trullin, bënë edhe gjyq për në vendim gjyqi, edhe nuk na ka vënë djeni për këto që ka prishur, nuk na ka lajmëru fare, pra ne jo popull veni gishin kokës. Dakor, faleminderit zonjë, përshëndesim. Ndërkohë, me mëngjes Flavio, partitë e vogla janë pjellë e Soros dhe Shërbejnë Ramës, kjo është e qartë, nuk e di kur Rama i premton pasaport, si nuk i tha njëri ne duam çfarë bën për ne, që duam të jetojmë në Shqipëri.